Me të vërtet, të gjitha falenderimet dhe lavdërimet janë për Allahun Azza wa Jall. Atë falenderojmë dhe prej tij falje dhe ndihmë kërkojmë. Kërkojmë prej Allahut Azza wa Jall të na ruaj nga e keqja e vetes dhe veprave tona. Atë që udhëzon Allahu subhanahu wa ta'ala, askush nuk mund ta humbë, ndërsa atë që ai e ka humbur, askush nuk mund ta udhëzojë përveç tij. Dëshmojmë dhe deklarojmë se nuk ka të adhuruar me të drejtë përveç Allahut subhanahu wa ta'ala, të vetëm dhe të pashok, dhe se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është rob dhe dërguar i tij. Dhe më pas thot Allahu Azza wa Jall në librin e tij fisnik: O ju që keni besuar, friksojuni Allahut me një sinqeritet të vërtet dhe mos vdisni ndryshe vetëm se duke qenë musliman. O ju njerëz, friksojuni Zotin tuaj, ai i cili ju krijoi juve për një vete të vetme, nga Adeni alayhis salam. Më pas krijoi palën tjetër, gruan e tij Hawan, e nga të ty u shtuan shumë burra e gra. Dhe kini frikë Allahun me emrin e të cilit përbetoheni dhe ruajeni lidhjet farefisnore, pasi që Allahu është mbikëqyrës mbi ju. O ju që keni besuar, thoni gjithmonë fjalë të mira dhe të vërteta. Ai ju përmirëson juve veprat e juaja dhe u fal gjunahet e juaja. E nëse i friksoheni Allahut dhe të dërguarit të tij, me të vërtetë keni fituar një fitore të madhe. Fjala më e mirë është fjala e Allahut, e udhëzimi më i mirë është udhëzimi i profetit të tij Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Veprat më të këqija janë shpiket në fe. Çdo shpikje është bidat, çdo bidat është humbje, ndërsa çdo humbje ka mendin në zjarr. Allahu na ruaj. Të nderuar besimtar, me lejen e Allahut Azza wa Jall, sot do flasim rreth një fenomeni i cili shpesh na kaplon neve. Dhe kryesisht ato që janë jashtë besimit islam. Dhe ajo është ngurtësimi i zemrave. Andaj duhet i dim shkaqet të cilat na çojnë drejt këtij ngurtësimi në mënyrë që t'i largohemi atyre. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: me të vërtetë në trupin e njeriut është një copë mishi. Nëse rregullohet i gjithë trupi. E nëse prishet i gjithë trupi. Dhe ajo është zemra. Dhe nga ky hadith konsistojmë se me ruajtjen e zemrës arrihet të ruhet trupi. Sa i përket atyre që zemrat i kanë të sëmura, thot Allahu Azza wa Jalla në librin e tij: "Thumma qasat qulubukum min ba'di dhalik, fa hiya kal hijara aw ashaddu qaswa." Por pas kësaj zemrat tuaja u forcuan dhe u bën siguri, madje edhe më të forta. Më pas Allahu Azza wa Jall, duke shpjeguar fjalën e tij, thot: "Wa inna min al-hijarati lama yatafajjaru minhu al-anhar, wa inna minha lama yashaqqaqu fa yakhruju minhu al-ma', wa inna minha lama yahbitu min khashyati Allah." Në të vërtetë, ka gur nga të cilët burojnë lumej, ka të atill që çahen e nga të cilët rrjedh ujë, madje ka prej atyre që rrëzohen nga frika ndaj Allahut subhanahu wa taala. Llogarit, gur i fort, shkëmb, ja ka frikën Allahut subhanahu wa taala. Ndryshe nga shumë njerëz që as ju bie ndërmend që ka një Zot mbikëqyrës mbi ta. Wa ma Allahu bighafilin amma ta'malun, dhe Allahu nuk është i pavëmendshëm ndaj veprimeve tuaja. Ndërsa në një ajet tjetër, Allahu a tërheq vërejtjen atyre që zemrat e tyre janë larg udhëzimit, ku thot: "Alam ya'ni lil ladhina amanu an takhsha'a qulubuhum li dhikrillah wa ma nazala min al-haq." A nuk ka ardhur koha për ata që kanë besuar që zemrat e tyre të friksohen kur përmendet Allahu dhe me atë çfarë ka zbritur me të vërtetën, pra me Kur'anin. Allahu na drejtohet duke thënë: a nuk ka ardhur pak pikërisht koha që zemrat tuaja, o besimtar, të friksohen kur përmendet emri im dhe kur lexohen ajetet e mia? A nuk po merrni mend? Më pas Allahu i lartësuar thot: "Wala yakunu kalladhina utul kitaba min qabl, fa tala alayhimul amadu fa qasat qulubuhum wa kathirun minhum fasiqun." E mos u bëni si ata që ju është dhënë libri më përpara. Me kalimin e një kohe të gjatë, zemrat e tyre u ngurtësuan dhe shumë prej tyre janë të pabindur.
Gjithashtu Allahu i lartësuar ka përmendur në librin e tij: "Fa wailu lil qasiyati qulubuhum min dhikrillah ulaika fi dalalin mubin." Prandaj mirë ata që e kanë zemrën të pandjeshme, të ngurtë, kur përmendet Allahu, njerëzit e tillë janë në humbje të qartë. Disa nga të parët tanë të mirë kanë thënë, nuk ka njeri me zemër më të ngurtë se sa ihtari i librit, krishterët dhe hebrejt. Dhe ngurtësimi i zemrave të tyre solli dy gjëra të përçmuara për ta. E para, deformimi i fjalëve nga vendi i duhur. Dhe e dyta, harruan një pjesë të mirë të këshillës që u dërgua atyre. Ata braktisën dhe neglizhuan një pjesë të mirë të urtësisë dhe këshillës së drejtë që kishin marrë si shpallje. Kështu e harruan atë dhe e lanë veprimin si pasaj, duke e shpërfillur totalisht atë. Këto dy gjëra gjithashtu mund të gjenden të quajtur dietarë devijues në brenda islamit, për shkak të ngjashmërisë së tyre me ihtarët e librit. Pasopari shtrembrimi i fjalëve, kushdo që e mëson diturinë për ndonjë qëllim tjetër përveç veprimit të saj, zemra e tij do ngurtësohet, pasi nuk merret me praktikimin e diturisë, ndërkohë që shqetësimi i tij i vetëm është të shtrembërojë dhe të ndryshojë fjalët e Kuranit dhe Sunetit nga kuptimet e tyre të sakta e të duhura. Ata vazhdojnë ta bëjnë këtë duke kritikuar formulimin e transmetimeve që gjendet në Sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, pasi që nuk janë në gjendje të kritikojnë formulimin që gjendet në Kuran. Së dyti, harrimi një pjesë të konsiderueshme të mesazhit. Ata harruan një sasi të konsiderueshme të njohurive të dobishme që morën, por që zemrat e tyre nuk ndikoheshin nga këshillat. Përkundrazi, ata e përçmojnë çdo që mësojnë njerëzve gjëra të dobishme dhe që u azbusin zemrat. Këta njerëz kanë pjesë nga fjala e Allahut azza wa jall ku thotë: "Ya'lamuna zahiran min al-hayati ad-dunya wa hum anil akhirati hum ghafilun." E din vetëm pamjen e jashtme të kësaj bote, ndërsa ata janë të pakujdesshëm për botën tjetër. Malik ibn Dinar ka thënë, nuk e ka zënë robin ndonjë dënim më i madh se sa ngurtësimi i zemrës. Mirë po, si çdo sëmundje që ka shkaqet e saj, edhe ngurtësimi i zemrës detyrimisht ka shkaqet. Dhe ato janë të shumta. Mirë po, ne do përmendim inshallah vetëm 5 prej tyre. E para, fjalët e shumta duke mos e përmendur Allahun subhanahu wa taala. Transmeton Ibn Umeri radhiyallahu anhu se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Mos flisni shumë pa e përmendur Allahun, sepse pa dyshim që e folura e shumt pa e përmendur Allahun është ngurtësim për zemrën. Vërtet njeriu më i largët nga Allahu është ai me zemër të ngurtë." E dyta, thyrja e premtimit me Allahun azza wa jall. Allah i lartësuar ka thënë: "Fabima naqdihim mithaqahum la'annahum wa ja'alna qulubahum qasiyah." Për shkak se ata e thyen beslidhjen e tyre, ne i mallkuam ata dhe u bëm zemrat e ashpra. E treta, qeshja e tepërt. Transmetohet nga Abu Huraira radhiyallahu anhu se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "La tukthiru ad-dahik fa inna kathrata ad-dahik tamitu al-qalb." Mos qeshni shumë, sepse qeshja e tepërt e vdes zemrën. E katërta, të ngrënit e shumt, sidomos nga ato gjëra të fituara haram. Ka thënë Bishr ibn al-Harith, 2 gjëra e ngurtësojnë zemrën: të folurit e tepërt dhe të ngrënit e shumt. Dorsa tregon Al-Marwazi, i thash Imam Ahmedit: "A mundet njeriu të gjejë butësi në zemrën e tij duke u ngopur me ushqim?" Ai tha, "Nuk mendoj që ai mundet." E pesta, teprimi me gjunahe, duke i shtuar ato. Transmeton Abu Huraira radhiyallahu anhu se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Me të vërtetë kur besimtari mëkaton, i bëhet një pikë në zemrën e tij. Nëse ai pendohet, kjo pikë i hiqet. Edhe nëse ai nuk pendohet, kjo vazhdon dhe shtohet derisa ti bëhet totalisht e zezë."
Më pas përmend fjalën e Allahut azza ku thot kalla bal rana ala qulubihim. Nuk është ashtu, por veprat e tyre të këqija u kanë mbuluar zemrat e tyre. Disa nga të parët tanë kanë thënë, nëse trupi zhvishet, ai zbutet. Kështu është edhe zemra. Nëse paksohen gjunahet, edhe ajo qanë më shpejt. Në këtë kontekst, përmendet fjala e Ibnul Mubarak, Allahu më shëroft, ku thot, pash që gjunahet i vdesin zemrat, dhe se vazhdimësia në gjunahet të sjell poshtrim, kurse lënja e gjunaheve është gjallëri për zemrën, dhe më mirë për veten tënde është që të mos u nështrohesh atyre. Lutim Allahun azza xhel të na ruaj nga ngurtësimi i zemrave. Ti shëroj ata që janë prekur nga kjo smundje me ujin e devotshmërisë ndaj tij subhanahu wa taala. I kërkoj falje Allahut për veten dhe për ju, kërkoni falje Allahut, se më të vërtetë ai është falës dhe mëshirues i madh. Falënderimi takon vetëm Allahut subhanahu wa taala, paqja dhe beqatia e Allahut qofshin mbi të zgjedhurin e profetëve Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, me familjen e tij, shokët e tij dhe mbi gjithë ata që ndjekin dhe pasojnë rrugën e tij deri ditën e fundit. Të nderuar besimtar, dijeni se nuk ka sëmundje të cilën e ka zbritur Allahu në tokë, vetëm se ka zbritur edhe ilaçin për të. Gjithashtu edhe sëmundjet e zemrës apo ngurtësimi i zemrave ka ilaçin e saj. Ndër ato gjëra të cilat e zbusin zemrën, do t'i përmendim në vazhdim inshallah, ashtu siç përmendëm 5 të cilat e ngurtësojnë, do përmendim edhe 5 shkaqe kryesore të cilat e zbusin zemrën e besimtarit. E para dhe më e rëndësishmja është përmendje e shumtë e Allahut subhanahu wa taala. Ashtu siç ka thënë Allahu i lartësuar në librin e tij, alladhina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah, ala bi dhikrillah tatma'innul qulub. Ata që besojnë dhe zemrat e të cilëve kur përmendet Allahu qetësohen, vërtet zemrat qetësohen me përmendjen e Allahut. Gjithashtu Allahu i lartësuar ka thënë, Allahu nazzala ahsana al-hadithi kitaban mutashabihan mathani takhsha'irru minhu juludu alladhina yakhshawna rabbahum thumma talinu juluduhum wa qulubuhum ila dhikrillah. Allahu ka shpallur fjalën më të bukur, që është Kurani, në formën e një libri, pjesët e të cilit i ngjasojnë njëra tjetrës dhe përsëriten. Prej tij u rrënqethet lëkura atyre që i friksohen Zotit tyre, e mandej qetësohet lëkura dhe zemrat e tyre kur përmendet Allahu. E dyta, bamirësia ndaj jetimëve dhe ndaj të varfërve. Siç ka transmetuar Ebu Huraira radhiyallahu an, se një burr u ankua te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për ashpërsinë apo për ngurtësinë e zemrës së tij. Dhe ai tha, nëse dëshiron që të zbutet zemra, ushqeje të varfrin dhe ledhatoje kokën e jetimit. Po ashtu është përcjell se një burr e pyet Imam Ahmedin, cila është ajo gjë që e zbut zemrën time? Ai tha, vizitoj varrezat dhe ledhatoje kokën e jetimit. E treta është përkujtimi i shpeshtë i vdekjes. Transmetohet se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kaloi pranë një mexhlisi ku kishte mbizotruar e qeshura dhe u tha, trazojeni mexhlisin tuaj me përkujtimin e asaj që u aprish kënaqësitë. I than, o i dërguari i Allahut, ç'është ajo gjë e cila na e prish qetësinë? Tha, ajo është vdekja. Po ashtu transmetohet se një grua erdhi tek Aisha, nëna e besimtarëve radhiyallahu anha, që të ankohet për ngurtësinë e zemrës saj. Dhe ajo i tha, shtoje për kujtimin e vdekjes, sepse ajo e zbut zemrën tënde dhe do jesh në gjendje që të përmbushësh nevojat e tua. Dhe thot Safia, andaj ashtu ajo veproi. Dhe vuri re se zemra e saj po përmirësohej dhe u kthye më vonë për ta falendëruar Aishën radhiyallahu anha. E katërta, meditimi në vendbanimet e shkatruara nga Allahu subhanahu wa taala. Siç transmetohet nga Abil Walid se ka thënë, sa herë që Ibn Umeri dëshironte ta kuronte zemrën e tij, shkonte te gërmadhat që ishin shkatruar, pa nga popujt e shkatruar, qëndronte tek dera e tyre dhe thërriste me një zë të trishtuar, ku janë banorët e tu? Pastaj kthehet tek vetja e tij duke lexuar fjalën e Allahut, kullu man alejha fan wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram. Çdo gjë në tokë do të zhduket dhe do të mbetet vetëm fytyra e Zotit tënd, plot madhëri e nderim. Dhe pika e fundit është ngrënia e asaj që është halal,
Siç transmeton Omer ibn Salih el-Tarsusi, ku thot, shkova tek Imam Ahmedi dhe i thash, Allahu të mëshiroft o babaj Abdullahut, na trego se me çfarë zbuten zemrat. Tha, o birim, duke ngrënë ato që është halal. Lusim Allahun azza wa jall të na zbuz zemrat, që ta përkujtojmë shumë atë, subhanahu wa taala, ditën dhe natën, të na mëshiroj e të na fal për atë që mangësojmë, të na përmirësoj të jashtmen dhe të brendshmen tonë. Ja muqallibal qulubi thabbit qulubuna ala dinik, o rrotulluesi zemrave, na e përforco zemrat tona në fen tënde. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahma innaka antal wahhab. O Zoti ynë, mos na devijo zemrat pasi na ke udhëzuar në rrugën e drejtë. Na dhuro prej teje mëshirë, me të vërtetë që ti je dhuruesi i madh.